Tregjet globale të energjisë janë tronditur sërish këtë të hënë dhe pasojat u dukën te çmimet e naftës, të cilat shënuan arritje të nxituara nga tensionet e fundit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Referenca ndërkombëtare Brent për dorëzimet e qershorit u ngjit rreth $97 për fuqi, mbi 7% më shumë krahasuar me një javë më parë. E njëjta prirje u reflektua edhe në tregun amerikan, ku West Texas Intermediate regjistroi një rritje të ngjashme. Ky zhvillim vjen në kontrast të fortë në fundin e shkurtit, ku çmimet e Brent qëndrojnë në pragun e $70 për fuqi, duke nënvizuar shkallën e lartë të ndjeshmërisë të tregjeve ndaj zhvillimeve gjeopolitike. Në qendër të përshkallëzimit qëndron ngushtica e Hormuzit, ku marina amerikane ndaloi një anije iraniane, e cila sipas deklaratave zyrtare ishte në rrugë drejt portit të Bandar Abbasit. Veprimi u cilësua nga autoritetet iraniane si akt miqësor, ndërsa paralajmërimet për kundërpërgjigje shtuan më tej pasigurinë. Ngjarja shënon një tjetër kapitull të tensionuar me marrëdhëniet mes Washingtonit dhe Teheranit, në një moment delikat kur palët pritet të rifillojnë dialogun. Megjithse ishte planifikuar një raund bisedimesh në Islamabad, sinjalet nga Irani mbeten ende të paqarta. Sipas burimeve zyrtare iraniane, pjesëmarrja në takim është vënë në dyshim dhe ka shtuar pikpyetje mbi ecurinë e përpjekjeve diplomatike. Shefi i ushtrisë pakistaneze Asim Munir, i konsideruar një figurë kyçe në përpjekjet ndërmjetësuese, ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin amerikan Donald Trump. Sipas burimeve gjatë komunikimit, Munir ka theksuar se bllokada amerikane ndaj porteve iraniane po pengon çdo përpjekje për rifillimin e dialogut mes Washingtonit dhe Teheranit. Nga ana e tij, Trump thuhet se është shprehur i hapur për të shqyrtuar këtë shqetësim, raportoi Reuters duke cituar një burim të sigurisë në Pakistan. Në të njëjtën kohë, kryeministri pakistanez Shahbaz Sharif mësohet të ketë kontaktuar presidentin iranian Masud Pezeshkian, duke i kërkuar dërgimin e një delegacioni në Pakistan për vijimin e bisedimeve. Megjithatë, përgjigjja nga Teherani ka qenë negative, me kushtin e qartë se çdo hap diplomatik mbetet i lidhur me heqjen paraprake të bllokadës. Në këtë klim pasigurie tashmë tregjet mbeten të ndjeshme ndaj çdo zhvillimi të ri, ndërsa analistët paralajmërojnë se çdo përshkallëzim i mëtejshëm mund të shtyjë çmimet edhe më lart.